Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Mozës në hak. Kushuriri i Mimoza Ahmetit komenton përplasje në ferm. Kushuriri poetes dhe konkurrentes në ferm Mimoza Ahmeti ka komentuar së fundmi rrugtimin e saj në reality show, duke u ndalur edhe te përplasja e bujshme me Zhakun gjatë spektaklit. I ftuar në emision, krenar Ahmeti foli me superlativa për Mozën, duke e cilësuar si një personazh me inteligjencë të lartë emocionale dhe me shumë dimensione njerëzore. Gjithë fisi e ka pasur dhe e ka pikë të dobët Mozën. Mimoza e pa çfarë avioni u aterua në Prishtinë para disa ditësh? Antonov është avioni më i madh në botë. Për mua e tillë është Moza. Më vjen keq që ajo ka ndezur vetëm një motor, nuk është aktivizuar e tëra. U shpreh ai me nota humori. Sipas tij, poetja po e përjeton fermën si një eksperiment social dhe ka aftësinë të kuptojë shumë mirë sjelljet njerëzore. Ajo është shumë njerëzore në çdo lloj dimensioni. Mimoza e njeh psikosociologjinë edhe nga përvoja e jetës. E di shumë mirë që aty është një eksperiment social. U shpreh ai. Ai komentoi edhe debatet e fundit mes Mozës dhe Zhakut, duke lëshuar një deklaratë që mori vëmendje në studio. Për përplasjen me Zhakun do thoja vetëm kaq: O Zhak, mos i hy Mozës në hak, se Moza të merr zhag. U shpreh ai. Në fund, krenar Ahmeti foli edhe për anën familjare të Mozës, duke cilësuar një nënë gjigande, shumë të dashur dhe tejet protektive me fëmijët e saj.